Dhe një mirëmëngjes tjetër tani nga kuzhina, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, dashur, faleminderit gjithashtu edhe për ju. Mirëmëngjes të ju të dashur miq, ju urojmë si çdo ditë një ditë bukur dhe një javë të mbarë. Dhe ju ftojmë këtu tek Ndioni Gatimit me njëherë për treguar recetat që do të përcjellin për juve sot. Do ta fillojmë me një recetë të ëmbël, që është revani, të cilën do ta bëjmë me miell si migdali ose miell ermik që quhet në gjuhën shqip. Dhe përveç se kësaj nuk do të jetë një revani e thjesht me sherbet, do ta bëjmë edhe me një krem, që do të tregojmë mënyrën se si do të bëhet. Gjithashtu me noki, që i gjejmë do paketuara këto tek kompania Neranci, do të bëjmë si thua një gatim për drek të shpejt për 5 minuta. Për 5 me 10 minuta, hajde mos themi 5. Me gjithë shpjegimet tona këtu në studio. 10 minuta e do kohën, me këto perime që unë kam menduar ta bëj me patlıcan, me spec, me qep, me gjitha këto gjëra, që do t'i tregojmë pak më vonë. Ne do fillojmë fillimisht me përgatitjen e revanizë, me thënë që do ta bëjmë me si migdal, që do të thotë, do të fillojmë fillimisht duke përzier vezët, sheqerin, miellin si migdal duke shtuar baking powder, sodë dhe pak qumësht. Dhe më mbrapa do të përgatisim sherbetin, do të përgatisim edhe kremin. Do të tregojmë hap pas hapi më mbrapa se si do të bëhen të gjitha këto. Fillojmë fillimisht duke hedhur tek ena jonë vezët. Do të hedhim edhe, si thuash, në mënyrën më të mirë duhet që vezët më përpara ti ndajmë në një enë tjetër dhe pastaj ti hedhim brenda se janë ara. Ja, bjen në një lëvozh kështu edhe të shmangur. Po s'ka që do t'i kapim me... Po, për të shmangur to. Megjithatë unë i kam larë vezët para se ti vendos, prandaj dhe po më rëshkisni. Kështu që ndonjëherë kjo gjë. Atëherë, këtë hënë po e nisi me një recetë ëmbël. Pra javën e kemi nisur ëmbël në këtu. Do na shkojmë mbar thua? Mendoj se po. Se mendon dhe jo një po kështu e bindur po. Mendoj se po, edhe uroj që ta kemi dhe ne, po dhe gjithë anvisat miq tanë që po na ndjekin një javë të mbarë. Fillojmë domethënë bëjmë përzierjen e sheqerit dhe të vezëve. Ndërkohë do të shtojmë domethënë edhe miellin. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Në kotar. Edhe e gjithë raja e procesit do të kryet me dorë. Me dorë, nuk ka nevojë, sepse këtu nuk do shtoj gjalpin, do ta shtoj tek kremi, nuk shtoj nga këto gjëra të tjera këtu. Këtu kremin do ta bëj me një seshte, kështu që me një seshte me qumësht ose me pan guzhinë, kështu pasiceri ose dhe guzhine. Me të dyja kryhet po njësoj. Ndërkohë për të gjitha pyetjet që ju mund të keni, si në rastin e si migdalit, miellit, që në fakt zonjat e njohin edhe pse mund ta njohin me terma të ndryshëm, me të dy prej të cilëve Katerina i përmendi në studio, por jo vetëm, gjithçka që ne kemi në këndin tonë të kuzhinës sot, ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranci. Në Shqipëri, në Kosovë, në çdo rrugë, në çdo lagje, e sigur që keni lexuar një tabelë të dyqaneve organike Neranci, kundër të tjera. Sigurisht to janë shumë pak që ne kemi në studio, do të zbuloni një panair të tërë të produkteve ushqimore, nga erëzat e deri tek produktet e ngrira, të freskëta, tek vajrat e ndryshëm, pa diskutim mielrat, njokit që kemi sot në studio dhe gjithçka tjetër e cila do të jetë një ndihmës e madhe në gatimet tuaja. Do të zbuloni të reja dhe do të kuptoni se sa e rëndësishme është të ushqeheni shëndetshëm, vlerat e së cilës ju i përthithni çdo ditë në organizmin tuaj dhe kuptoni energjinë, shëndetin, po pse jo këto vlerat të cilat reflektojnë edhe në pamjen tuaj të jashtme, në produktivitetin që keni gjatë ditës e të gjitha këto me radhë. Atëherë sa Anila tha, të gjitha këto, një informacionin që me thënë drejtën është shumë i vlefshëm për anvisat. Sa filxhani shtuam ne me miell? Atëherë, 3 më duket? Me filxhanin e vogël kemi shtuar 3. Prandaj kam marrë të dyja këto. Nëse do të filloni me këtë filxhan, do t'i nisni do mbaroni kështu. Nëse do filloni me këtë filxhanin që është më i madh, ky është 250 gram, domethënë ky është 300, domethënë në mililitër që merr qumësht. Kështu që nëse do ta bëni me këtë të madhin, do të keni 2,5. Nëse me këtë do të keni 3 filxhan. Sepse i kam matur dhe kanë të tjera për masa. Edhe prandaj kam mbajtur dyja këtu sepse themi filxhan çaj, por njëri ka tjetër. Vërtet është. Kështu që
Edhe ja si që pat, shumë thjesht, shumë shpejt për të bërë gati, vezët, kemi shtuar vezët, sheqerin, më mbrapa mielin, sod dhe baking powder. Të dyja i do? Të dyja këto. Nëse nuk keni, nuk ka problem, por të dyja bashkë bëjnë një kombinim të mirë. Soda na e forcon. E kam thënë gjithmonë, baking powder është ajo që e mban më të butë. Okej, dhe të dyja e balancojnë raportin. Tani shumë e kemi bërë gati. Po qumësh sa shtuan? Qumësh një filxhan të kësaj, ose në të do t'jetë gjysmë filxhan. Okej, shumë mirë. Pra ne i kemi kryer me këtë filxhan të gjitha masat, ndaj raportin e kemi 3 miell dhe 1 filxhan qumësh. Raportet të cilat ju i keni në recet, ndaj unë të doja që ne të mos jemi kështu me hamendje, le t'i lexojmë së bashku dhe t'ju propozojmë recetën siç ju do ta gatuani. Në fund fare kemi në ekran edhe maklep. Në fund fare nëse ju ndodh se kemi kohë mjaftueshëm për ta parë gatimin. Kjo është receta e dytë dhe ne po e prezantojmë se nëse kjo do të jetë zgjedhja juaj për sot, këto janë përbërësit që do t'ju duhen. Njoki me salcë patlıgjani, na duhen 500 gram njoki, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 2 patlıgjan, 1 spec të kuq, 2 domate ose pure domatesh, 1 lug mix erzash, vaj, gjalp, kri, piper dhe gjethe dafine. Ndërsa ëmbëlsira që ka nisur sot këtë të hënë është revani me shërbete krem, 2 filxhan miell ermik ose si migdali, 1/2 filxhan sheqer, 1 filxhan qumësh, 1 lug sot buke, 1 lug pluhur pjekës, 1 lug maklep që sapo e kemi shtuar dhe shërbeti do të përgatitet me 1.5 filxhan ujë, 1.5 filxhan sheqer dhe lëkurë portokalli. Do të kemi edhe kremin gjithashtu, të cilin do ta përgatisim me 2.5 filxhan qumësh, 1/2 e filxhanit me sheqer, 3 lug niseshte, 3 vezë, 1 pak vanilje, 2 lug gjalp, cip portokalli dhe kanell. Kjo është receta e plotë, të cilën ne do ta rikthejmë sepse ka 2 pjesë dhe është pak i gjatë. Revania, shërbeti edhe kremi më vete. Kati është gati për të shtuar tani? Hodhëm, të edhim dhe pak. Është maklep që ambisat, me qënë se jemi do me thënë në prag të pashkve, ambisat marim për të bërë atë, si tu ashtë kulacin e ambër të pashkve, që nuk imaginohet do me thënë pa maklep. Maklepi është ajo që jep atë aromën karakteristike të bukve të ëmbla. Pra të brioshve, mund të themi ndryshme, të bukve të pashkës, kështu që nëse e keni në shtëpi, do me thënë e merrni për të përgatitur atë, përgatisni edhe këtë revanin me krem, sepse dhe kjo është një ëmbëlsirë që mund zëj vend në tryezat tuaja familjare që do të bëni për ditën e pashkve, sepse është e lehtë si recetë dhe si thua e freskët me atë kremin që do t'i bëni. Ka kremin dhe i ndryshon do me thënë gjithë strukturën dhe është më plot si ëmbëlsirë. Tani këtë masën e përgatitur, siç e shikoni, neve e kemi gati për ta hedhur tek ena që kemi për zgjedhur. Mirë është të kemi një enë pak, do me thënë, të thellë, sepse do të bëhet me shtresa. Do të kemi këtë që do të jetë masa e kremit, që kemi përgatitur të brumit më mirë se sa krem. Edhe do të bëjmë dhe sherbetin, dhe më mbrapa pasaj do të bëjmë edhe kremin që do të hidhet mbi sherbet. E gjitha do të vijoj të përgatitet këtu? Pa lëvizur nga, okej. Tani do të vendoset për të pjekur rreth 25 minuta në furrë dhe më mbrapa do të vijoj me sherbetin, që do të përgatisim sherbetin raportin 1:1, edhe do t'i heqim, do me thënë do jetë ftohur sherbeti, do kemi të ngrohtë të ëmbëlsirën dhe do të bëjmë atë sherbetosin, pastaj më mbrapa do shtojmë edhe kremin që do të vijojmë mbas sherbetit. E kuptoj. E vendosim në furrë në një temperaturë 170-180 gradë dhe do ta lëmë për 25 minuta dhe do ta kemi gati. Shumë mirë. Pra, me të shoh nga ora, ne do ta kemi gati në pjesën e dytë, ora është 90 minuta, kështu që do të na mjaftojë gjithë koha në pjesën e dytë të gatimit për ta nxjerrë nga furra dhe për ta shërbetosur e për të përgatitur më pas edhe kremin që kjo recetë ka dhe që e bën të veçantë si revani edhe pak më ndryshe nga ajo revania e zakonshme që shpesh e bëjmë vetëm me shërbet dhe mjaftohemi me aq. Tani, Kanti, meqense shërbeti do t'i duhet të ftohet, do ta bëjmë tani apo do kalojmë te receta tjetër? Si ke planet? Sepse kemi mundësinë edhe kohën për shërbetin, kështu që fillojmë tek receta e radhës. Që janë njokit që ne i lexuam në ekran, përbërësit i kemi parë, tani vëmendja është e gjitha për të parë shpjegimin e Katerinës. Si do t'i përgatisim? Në një tenxhere vendosim ujë që të na valoj për të shtuar nokit dhe në një tenxhere tjetër ose në një tigan të thellë që kemi neve këtu për momentin, ne mbajmë në një tigan të thellë që të duket më mirë mënyra e gatimit, sesa në një tenxhere që është e lartë dhe nuk ka mundësi që të ketë atë shikurshmërinë, domethënë se sa duhet që të bëhet. Veç se ti të lutem Anila më ndesë këtë, sa unë të bëj gati vajin. A do hapim këtë shishën e resot? Si të kesh kollaj? S'kemi të hapur.
Të dy janë, a duen? Të dy janë vatra? Po. Po ato nëse do. E kemi ato gëshërët atje se të ndihmojnë një qik të pjesa. Ato cepin e. Kemi thënë që pjesa e sigurisë ushqimore është edhe ambalazhi i produkteve, pra sa më të sigurta të jenë. Më rëshkasin duar tani. Aq më mirë ruhet. Megjithatë s'ka problem, vaji i ullirit nuk është e thënë që duhet të shtohet e pari, mund të shtojmë qepër. Por e kemi gati. O, faleminderit Mojanil. Edhe pasi kemi shtuar qepën, do të shtojmë edhe. Unë për momentin kam qep të kuqe, jo se është e thënë se kjo recet bëhet me qep të kuqe, çfarë qep të keni? Do me thënë ndodhi që unë të kisha qep të kuqe dhe fillova gatimin me qep të kuqe, të cilën e kam të grirë në kubik të vegjël, gjithashtu më mbrapa këtu do të shtojmë edhe spec të kuq, meqense e kam prerë dhe këtë në kubik të vegjël, pra do të bëhet, si thua, një salcë që bëhet me qep, me spec, me domate, pure domate, nëse keni domate, do me thënë që të keni 2 kokra, një që ta grinë në kubik të vegjël edhe një që ta grinë në rende ose në blender, do me thënë për ta bërë si pure, ose ndryshe na vjen zgjidhje kjo domate pure që i gjem kështu dhe i kemi në frigorifer për të bërë gatime të ndryshme. Hedhim dhe vajin tani. Po, ndje se nuk ja vura unë atë. Jo, s'ka problem. Se vihet pasi hapet, po thash mos të vonoja ty me vajin. Ja, e sistemojmë tani. Ja, të hedhim pak vaj. Okej. Atëherë. Faleminderit. Të lutem kaq, tani merrem. Tani këtu kemi kështu për të shtuar krip. Ndërkohë kemi vënë një tenxhere me ujë që kemi nevojë, do me thënë të vendosim nokin për të marrë, do me thënë, për 5 minuta në 2-3 val dhe më mbrapa ato, pasi do të kemi përgatitur salcën, do t'i shtojmë tek salca. Kështu që do t'a lëm tani këtë për momentin, të na bëhet gati. E vura. Faleminderit, unë do t'i hedh një 2 gjethe dafin, juve hedhni çfarë mund t'ju ndodhet në shtëpi dhe do të shtojmë më mbrapa edhe këtë miksin e erëzave që kam, për hudhër që kam vendosur aty. Për momentin nuk është ndodh ndonjëherë që mos kemi, do me thënë, ato hudhrat e freskëta në shtëpi, por ama kur kemi këtë avanusin, do me thënë, me plur hudhre, që sigurisht që hyn në gatime të ndryshme, edhe për këtë lloj gatimi mund ta përdorim. Pra e kemi në shtëpi në momentin që nuk kemi ato hudhrat e freskëta dhe kemi zgjidhjen tonë. Kurse ka dhe shumë njerëz që nuk e dëshirojnë hudhrën ta kenë kokër dhe ta ndjejnë. Po, dhe thjesht duan aromën e hudhrës dhe kjo është shumë e mirë. Madje kjo ndihmon, domethënë, dhe për ata që kanë probleme me shëndetin, sidomos ata që kanë probleme me stomakun. Ja, për çështjen e aciditetit që mund të shkaktojë. Po, dhe kryesisht është ajo, domethënë, pjesa e brendshme e hudhrës, embrioni, që ajo është me dojë mos për të gjithë për të hequr, por të paktën ata që kanë probleme me shëndetin me stomakun duhet me patjetër, po me patjetër. Ka disa po më njoftuan që ne kaq që kishim kohën e pjesës së parë dhe e dim që këtu fluturon koha. Do të shtojmë pure domate dhe le t'i presim anvisat se kemi mundësinë, domethënë, se si mund të vijojmë më mbrapa. Shumë mirë. Pra po ju presim këtu. Tani është momenti të shkëputemi pak, ju mos u largoni, do të kemi edhe fleshin informativ të orës 9:30 pas pak. Kthehemi në transmetim të drejt për drejt në këndin e gatimit në Vila 24, siç ta Kati para se të largoheshim, ne do jemi këtu e do t'ju presim dhe ju pritëm. Patjetër që i pritëm anvisat, atë gjën që kemi bërë më mbrapa, pra e themi nga fillimi, recetën për ato që ndoshta na ndjekin në këto momente. Neve kemi filluar për të përgatitur sot njoki me patlıxhan themun, por jo vetëm, sigurisht që është qepa, është hudhra, janë speci i kuqë dhe këto erzat pastaj që mund të përdorim një lug mix erzash që është ajo zgjidhja jonë që mos të kemi atë të kërkojmë se çfarë do hedhim brenda dhe them gjithmonë që kjo lloj mix erzash është pothuajse në 80% të gatimeve, domethënë i shkon.
Kështu që përdorni është shumë e mirë dhe i jep një ekstra shi ashtu sistem gjithmonë. Gjithashtu dhe për pjesën e hudhrave, unë sos përdora hudhrën të freskët, por kam këtu hudhrën që e kam të gatshme, është plur hudhër që edhe kjo më ndihmon për të përgatitur këtë recetë. Kemi filluar me qepën, domaten në kubik të pigjel, do shtoj kam hedhur edhe patlıxhanin, tani do të shtoj edhe pak pure domate faktikisht. Pra duhet të gatuhen perimet për para dhe salsa, sepse njokit gatuhen në shumë pak minuta. Pra është një ndër ato gatime që përgatitet shumë lehtë dhe shijon shumë. Kam përshtypjen që ka filluar të ketë edhe një përdorim të gjerë në vendin tonë. Dikur ishte një produkt i ri, i panjohur, tashmë ju e njihni edhe keni bërë pjesë e familjeve dhe recetave tuaja. Kati nuk dinë se ne duhet hedhim një sy nga furra. Po, duhet ta heqim. Ta heqim. Sepse po ju kujtoj për ju që s'na keni ndjekur nga fillimi, kemi përgatitur edhe një revanie cila brumjesht i pjekur tashmë, pra do të dalë në formën e një keku, po nuk do të përfundoj këtu, sepse revania do të ketë edhe shërbetin, do të ketë dhe një krem të freskët shumë të shishëm, pra do të jetë në një mënyrë ndryshe. Dhe tani është momenti që ta nxjerrim nga furra, dhe ta shohim së bashku se si është. Aromën e ka fantastike. Sa aromë të mirë ka. Po, pra. Ma klepi jep atë aromën që themi që ka një aromë shumë të veçantë. Të lumshënduar, recetën e revanit dhe regojnë për sëri, naturisht edhe të njokit, kur të jetë momentin, ndërkohë, a mund të hedh një sy? Po, Anela. Pra, çfarë janë njokit? Njokit janë me patate, pa gluten, që është shumë e rëndësishme. Kemi linjën e Dr. Sharit. Linja e Dr. Shar është kjo etiketa këtu, që unë të doja ta memorizonit, që të kuptoni se sa herë që në një produkt ndodhet kjo etiketa, kemi të bëjmë me produkte pa gluten, për ju që duhet të konsumoni pra produkte gluten free apo të liruar nga gluteni, të lira nga gluteni e thënë në Shqip. Janë të krijuara specifikisht për personat intolerant ndaj glutenit. Ndaj në këtë paketimin këtu, përbërja është 85% patate e dehidratuar, sigurisht që mund të përdoret në shumë receta, kanti sot na e solli në formën e zarzavateve, për t'i dhënë akoma edhe më shumë vlera ushqyese, i do, shoh që ke gati gëshërët në duar. A ti hapim pak? Sepse edhe uji këtu ka marrë val, faleminderit. I gjeni tek Neranzi, linjën e Dr. Shar, ekskluzivisht tek Neranzi dhe një gamë të gjerë të produkteve të tjera ushqimore. Pra e hedhim paketën, e përzihemi, lëm një 5 minutë dhe pastaj e kullojmë dhe e hedhim brenda tek salsa që neve kemi përgatitur. Dhe bëhet, si thuash, një pjatë shumë e mirë, e shëndetshme dhe, si tha dhe Anila, dhe për ata që kanë probleme me shëndetin. Në fund fare, tu kam majdanuz të freskët, i hedh pak tani në këtë moment edhe pak pastaj në momentin që do ta servirim. Do ta lëm tani për momentin sa të na marrin një dy valë, do me thonë për rreth 5 minuta njokin të bëhen gati, do t'i shtojmë brenda përsëri prap, si thua 2-3 minuta dhe do t'jenë gati për t'i servirur. Nuk ka nevojë të qëndrojmë thjesht ato të përthithin salsën dhe të rliten bashkë të gjitha. Do t'i servirim me majdanos të freskët. Në ekran keni edhe tenxeren, keni edhe recetën. Shikojeni edhe një herë për bërës që janë pjesë e familjes, ndoshta vetëm paketimi me njoki mund të shtoni sot, 500 gram njoki, një qep, 2 thelpinj hudhra, 2 patlıxhan, një spec të kuq, 2 domate ose pure domatesh, një lug mix erzash, vaj, gjall, krip piper dhe gjethe dafine. Revania që do të përgatisim sot. Ata shohim pak edhe recetën e revanisë sepse ka disa pjesëza që duhet t'i mbani shënim. Revani me shërbet e me krem. Kemi kremin tani, po do e rikthejmë prapë edhe pjesën e parë. Ja ku jemi nga fillimi, 2 filxhan miell armik ose si migdali, 1/2 filxhan sheqer, 1 filxhan qumësh, 1 lug sot buke, 1 lug pluhur pjekës, 1 lug maklep, shërbeti, 1.5 filxhan ujë, 1.5 filxhan sheqer dhe lëkurë portokalli, ndërsa kremin që do të bëjmë tani
është me këto përbërës 2.5 filxhan qumësh, 1/2 filxhani me sheqer, 3 lugë niseshte, 3 vezë, 1 pako vanilje, 2 lugë gjalp, cip portokalli dhe kanel. Dhe sikur që do të keni një ëmbëlsirë super të shëndetshme dhe të bërë shumë shpejt në kushte shtëpie. Ndërkohë Hanili kërkoj ndjesë, sepse në moment që jam dërguar recetat, nuk kam shtuar ato 3 vezët. U ishin vezët e brumi? Jo. Kemi dhe vezët. Puna nis me 3 kokra vezë dhe me sheqeri që rrihen së bashku. Kështu që kërkojmë ndjesë të dashura Anvisa, por mënyrën se si neve e pregatitëm me treguam këtu. A ishte një, si thuash, unë gatrova me vezët dhe vezët. Mirë, se gjëra që na ndodhin janë, por ne gjithmonë themi që paralelisht me recetën edhe kur ju kujtojmë YouTube-in ose Balkan Webin, keni edhe video. Në video është ajo që ju flet më qartë se si përgatitet dhe shikoni dhe produktet dhe njerë që ndoshta mund të rrëshkasin për receta. Atere do të hedhim 3 lugë niseshte, e fillojmë kështu fillimisht, me këto 3 lugë niseshte dhe shikojmë tani për punën, do të hedhim qumshin dhe do të mbajmë pak qumësht rezervë. Që do të thotë, në momentin që shikojmë që mpikset më tepër sa duhet kremi, atëherë shtojmë pak qumësht dhe e hollojmë që të na bëhet një krem pasliçerie, siç themi gjithmonë. Këtu tani do të hodha niseshten, do të shtoj sheqerin. Atë që them këtu, do me thënë që kam të lagur atë dhe bërë atë, do të hedh këtu 3/4, se sheqerin, me thënë filxhan më i vogël. Hedhim dhe sheqerin, do të hedhim edhe qumshtin. Do të vendosim, do t'i bëjmë një përzierje fillimisht, tu jashtë në temperaturë, të me thënë të ftohta, dhe pastaj do t'a vendosim në temperaturë të sobës duke e përzierë. Dhe në momentin që do filloj që të mpikse, do të shtojmë vezët një nga një. Më vonë do të shtojmë edhe vanilin, edhe një me 2 lugë, do me thënë gjalp, 1 lugë e gjysëm, do të varet se sa të mbushur e keni lugën e gjalpit. Tani, shërbeti kur duhet hedhur? Shërbetin tani atë do të thosh, Anila, të falenderoj që... Unë fyes kështu si nga shtëpia. Jo, shumë mire bëre. Pra, këtu tek tenxheria e vogël, kam vendosur do me thonë kam vendosur pak limon, gjysmë fece limoni, dhe kam vendosur edhe 1 filxhan, prandaj kam bajtur filxhanin këtu, 1 filxhan ndjesë ujë dhe 1 filxhan sheqer. Dhe i lam që të na zejnë për 5 minuta dhe do ta kemi gati. E lëm këtu që të na ulet pak temperatura dhe të vendosim tani që ta hedhim tek revania që neve kemi nxjerrur. Këtu tani është momenti që përgatisim sherbetin. Kanë marrë val ato Anila? Njokit kanë filluar të ngrihen në sipërfaqe që do të thotë janë bërë gati. Edhe temperaturën e kësaj salcës apo gjellës, si mund ta quajmë, ula pak, se shoh që atëherë të lutem mundet Anila që të vish të më ndihmosh ta përziesh ti se kjo ka nevojë për përzierje. Dhe unë ta përfundoj si recetë sepse nuk do shumë gjëra tani për tu bërë. Që do të thotë i hedhim te salca dhe shtojmë dhe pak lëngje nga sa do me thënë nga ujë që kemi zier. Thjesht që të lidhen. I lëmë për 2-3 minuta dhe do t'i kemi gati për t'i serviru. Ajo u bë, shumë e shishme duket, në pamje të paktën, edhe e këndshme, njokit janë dhe të lezetshme kështu kur i sheh. Edhe ka një shije shumë të karakteristike të vetën. Ta mbajmë këtu, t'i heqim dhe këto se s'na duhen edhe pikëm sobë dhe t'i servirim. Me janë kanë përfunduar, do t'i shojmë në pjatë tani dhe do t'jenë gati për të konsumuar. Dhe si shtaj dhe Katerina, që në fillim është një recet e thjesht në përgatitje. Ju merr shumë pak kohë në realizimin e saj, kështu që nëse nuk keni përgatitur gjë për drekë sot, pra një gjell për të plotësuar atë vaktin kryesor të ditës, me njoki do të kryeni të punë. Ndoshta nuk do të zgjidhni patallxhanet apo ndonjë perime tjetër, shijojnë po njësoj dhe realizohen po aq thjesht.
I kemi gati, për të serviru nuk ka nevojë të qëndrojnë më tepër, është gati. Pjata e parë është gati, të ta servirim dhe nuk e di Anila, ka filluar të mpikset? Pak, teli ka filluar të lëviz pak më ngadalë, por do ende për të kthyer në një krem. Do dhe pak pra për të shtuar ato vezët një nga një. Ta hedhim tani në pjatë dhe servirim me majdanos të freskët. Bëhen shumë të mira dhe janë shumë të shishme dhe madje shumë të shëndetshme. Ashtu si thamë dhe për ata që kanë probleme me shëndetjen. Kate, po e largoj pak nga vatra se... Ja se erdha unë tani Anila. Mendoj se është trashur goxha. Tani ja lë këtu që ta ketë për ta parë. Edhe është bërë tamam krem. Se i mirë duket? Sa e bukur doli? Plot ngjyra. Plot ngjyra, plot shije, tamam ashtu si shte, pjatë pranvere. Shike, më duket shumë mirë kjo. Një gazetare shumë e mirë dhe i plotëson shumë mirë që... Ashtu, a? Ima, unë komentoj qarë shoh këtu. Komentoj thjesht qarë shoh. Atëherë, pjata kryesore mbaroi. Tani fokusohemi vetëm tek revania. Kemi bërë brumin, e kemi pjekur, kujtojmë pak temperaturën për 170-180 gradë dhe do ta lëni të qëndrojë të paktën për 25 minuta dhe do ta keni gati. Këtë minutazhin nuk do shumë. Tani këtë i hodhëm vezët një nga një duke hequr nga temperatura e sobës dhe do t'i vendosim që të na piqen vezët, të na zihen. Kremi është bërë shumë i mirë ashtu si shte Ani. Shumë i mirë duket. Ajo që ngelet, e përzijem akoma edhe do të shtof vaniljen se nga trua. Ska gjë, janë të bardha të gjitha. E të bardha. është si ajo me të bardha veshuro. Po pra, si ty sot. Okej, një maj të lukës. Ake, është mjaftueshëm. Tani, doni cip portokalli, doni cip limoni, doni ta lëni me aromën e vaniljes. Kjo është zgjidhja juaj. Me qenë se kam hedhur edhe lëvozhgën e plot të limonit aty, nuk po e ngarkoj faktikisht, do ta lë me aromën dhe shijen e vaniljes. Tani, ajo që ngelet tjetër është që të shtojmë edhe gjalpin. Gjalp të freskët. Kjo është do me thënë që bën edhe diferencën. Kemi luk këtu, është e papërdorur, faleminderit. Të lutem. Gjalpi është edhe... I jep edhe shkëlqim, por pa tjetër që edhe shije. është një gjalpi freskët. Nuk duhet më shumë se dy lukës. Jo, mund të vendosim tuti anim se edhe shkrin tani nga pjesa e temperaturës. Kjo që ngelet, hiqet tani nga temperatura e sobës, përzihet gjalpi, dhe kemi gati. E përzihet mirë që të na bëhet kremoze tani. S'ka nevoj me makinën rafse, kështu në moment që neve e përzijem dhe e hedhim tek revania, në moment nuk ka nevoj që të vëjmë të lëm të ftoj dhe të vendosim me mbranë kuzhine që mos të plasaritet, të mos forcohet pjesa sipërfaqësore. Kështu që kur e përgatisim dhe e hedhim në moment, jemi shumë në rregull. Fillimisht duhet të shtojmë shërbetin, pastaj kremin. Kështu është radha e punës? Po. Tani jemi gati. Tani thjesht për ta plotësuar kemi, të gjitha janë përgatitur veçmas, pra revania më vete, kremi më vete, shërbeti më vete. Do të bashkohen të gjitha bashkë për ta përfunduar. Sa më shumë ta përzijem, aq më kremoze bëhet. Shiko se si u bë tani shumë kremoze. Edhe është ajo që thamë për punën e gjalpit që e shkëlqet. Tani për pjesën e ravanis, nëse duam do me thënë ta hedhim kështu shërbetin, nëse duam edhe presim në racione. Por edhe kështu nuk ka asnjë, do me thënë gjë të keqe. Mund të hidhet edhe ashtu. Ose mama dikur e shponin kështu me pirun. E bën ti ato procedurën? Po, e bëjmë. Ta bëjmë tani. Me një herë e tërhoqe. Është i etur për shërbet. Po pra, që do të thotë kemi një rezultat të mirë të kekut edhe në brëndësi, pra shko sa e përthiti me një herë shërbeti. Edhe u shkoput edhe nga tava, po ta shohësh është ngritur në sipërfaqe.
Me thënë, ne tani i kemi të dyja gjysmë, do me thënë, të ullura temperaturën. Edhe njëra, edhe tjetërën. Nuk e kemi plotësisht të ftohtë njërën, plotësisht të ftohtë tjetërën. Pa, si e shikoni? E lëm pak të përthithet, pak, dhe e kemi gati për të shtuar edhe kremin. Që të mbushe, do me thënë, pjesë e kësaj. Do të spërkasim edhe me kanellë, si jemi me konë. 3 minuta. Ashtu. Tamam fix jemi në kohë. Tamam jemi, po. Si e sheh Kati. Jo, e shoh se dhe mendoj të apres tani, apo nuk ka nevojë, sepse në momentin që do vendosim dhe kremin, atëre do i mbuloj ato prandaj ne nuk është se do e shohim pastaj ku është. Ka nevojë me atë që po shoh tani, bashkë me kremin. Ndaj, e tham pak më herët që për këtë lloj revanie do t'ju duhet një tavë pak e thellë, sepse përtej kekut, i cili do të fryhet gjatë pjekjes, duhet ketë hapësirë që të shtohet edhe kremi. Se këto janë kështu detaje që duken të thjeshta, por janë shumë të rëndësishme. Po se i bie pastaj të ndryshoni tavë kur të vendosni kremi sipër edhe t'i hapni punë vetes. Kështu e keni më thjesht. Ne t'i hedhim edhe pjesën e. Vetëm me kujdes, ajo duhet të jetë pak e nxehtë, besoj, më të madhe. Tenxheria. Kremin e kemi bërë shumë të mirë. Shumë e mirë është bërë. Ta shohim tani se sa na duhet. Nukor. Kjo kur të prihet do të ngjajsoj me një tort kështu me shtresa. Me shtresa. Dhe kemi në rregull, nuk duhet të shtojmë as edhe një gjë tjetër, thjesht duhet që të shtojmë edhe kanellën. Edhe për të dhënë. Tani, nëse doni juve, akoma i shkon shumë edhe arra, i shkon shumë edhe fistikët që i ndryshojnë ngjyrat. Nëse duam, neve kemi tani, por do ta bëjmë atë thjesht, do ta bëjmë thjesht me kanellë. Ne vendosim të dyja pranë njëra tjetrës, meqense ne do të shtojmë thjesht aromën e kanellës, edhe pamjen e saj të bukur. Dhe sigurisht që gjithçka që ju doni të shtoni ekstra shije. Mirë, ato për frutat e thata që thamë, që mundet edhe t'i shtojnë, por edhe kanella është diçka, do me thënë që i jep shumë shije dhe e bën, do me thënë të veçantë. Okej. Ja kështu. Të lumshin duart. Atëherë, faleminderit Danila. Shumë e thjesht për të përgatitur dhe njëra dhe tjetra, por ju siguroj që bëhet një ëmbëlsirë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Edhe e lehtë faktikisht, sepse me niseshte ishte, me qumësht, mirë, tani gjalpi dhe këto, neve në fare nuk shtuam i ndyrën që shtuam të pjesa e kremit. Këto ishin receta që unë kisha menduar për anvisa sot. Shpresoj që të jenë dukur të vlefshme për tryezat e tyre familjare. Mendoj për pjesën e ëmbëlsirës, pse jo, mos ta kemë për tryezën e Pashkës, neve do të sjellim edhe recetat të tjera, por sigurisht edhe kjo do të ishte, si të thuash, ideale për atë ditë festive. Dhe jo vetëm për atë, por dhe në ditë festive që mund të kemi në familjet tona. Po edhe për shef, kur na hahet një gjë ëmbël, shpejt. Patjetër. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur, ju dua shumë. Kati, të lumshin duart. Të falenderoj për këtë aromën në shkëlqyer që na keni nisur javën. Nesër të presim me shumë dëshirë për të zbuluar se çfarë do të kesh menduar për zonjat dhe zotrin që na ndjekin. Faleminderit. Tani është hapësira publicitare dhe ju e dini që me Katin ndaheni këtu me mua, vazhdojmë transmetimin pas pak në këndin tjetër të Villa 24. Ju pres.